Të ligjin për prokurim, me të vërtet ta jep mundësi në ekstreme keq përdor. Për çka po ndodhte na korrupsioni? Nuk është vetëm se mentalitet korruptiv, është legjislacion korruptiv. Nëse shiqojmë vetëm këto ligjin për prokurim, është një ligj që me të vërtet ta jep mundësi në ekstreme keq përdor. Është minimum diku me thonë 15 vite, që është kërku që të ndryshohet ligji për prokurimin publik. Edhe ai sot e kësaj dite nuk po ndryshohet për një vetëm arsye, që po e jep qatë zbrasin ligjore që njerëzit të keqpërdorin buxhetin e Kosovës. Para 50 vjetëve është ndryshuar ky ligji për prokurim. Po, do me thonë, bazamenti i saj po jetë ende shumë korruptiv, po jep shumë mundësi që me pasur... E çka duhet me ndru në qatë ligj? Shiqo, ligji si ligj duhet me kon i qartësum. Mos me lonun dy kuptimsi edhe veç shiqo. Nëse thot, duhet me kon 3 oferta. Po foli për teknologjin, për shembull se kum qenë pjesë e Telekomit të Kosovës. Një tender i shpallun, mundësin e jepke qaj ligji prokurimit të shtyhet deri në 2 vite realizimi i asaj kontrate. Në teknologjin informative të shtyhet një proces 2 vjet është shkatërim i bazamentit asaj kompanije. Prandaj, nëse po folum vetëm një segment, po në gjitha segmentet, ligjet të cilat janë apliku ose janë miratu, kanë pas defekte mrenda saj, të cilat e kanë lënë zbrasiren që të ketë mundësi të keqpërdorimit. Prandaj, marrja, si që tha dhe kryetari, copy-paste të ligjeve të cilat nuk i kanë marrë specifikat, e veçanërisht specifikat e një shteti i cili ka lindur prej një lufte, pa një përvojë absolute të ligjvënjes apo draftimit të ligjeve, edhe vjen në një pozicion kur eshe që mangësia e aty në ligjeve është për shkak se nuk është marrë në bazë të përvojës të cilën e kemi ne.